Seanca dëgjimore e Komisionit Posaçëm për reformën zgjedhore në Policinë e Shtetit nuk arriti të zhvillohej sipas parashikimit pas përplasjes me opozitën dhe mazhorancën për përfaqësimin e institucionet. Në mbledhje është dërguar për raportim zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Sokol Bishka në vend të drejtuesit të institucionit Skënderhita. Ky vendim u kundërshtua nga deputetët e opozitës, të cilët kërkuan praninë e drejtorit përgjithshëm për të dhënë shpjegime mbi rolin e policisë gjatë procesit zgjedhor. Duhet gjej drejtorin për çfarë arsye është e pamundur për drejtorin e përgjithshëm policisë për të informuar. Mirë, pra po ta gjejmë atë për shkakun, jo për para. Nga ana e tij, Sokol Bishka deklaroi se ai ka qenë drejtues që ka koordinuar punën e Policisë së Shtetit gjatë zgjedhjeve të vitit 2025 dhe se kishte tagrin për të raportuar për çështjet e kërkuara nga komisioni. Në të dy rastet, qoftë për ndryshimin në ligjin për Policinë e Shtetit, qoftë dhe në rastin sot për reformën zgjedhore, në dy rastet kam qenë unë protagonisti që kam propozuar ndryshimet për Policinë e Shtetit, në ligjin Policinë e Shtetit, dhe unë kam qenë i autorizuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë ose zëvendës drejtori i përgjithshëm për çdo rast ka ndjekur gjithmonë aktivitetet zgjedhore. Dhe në rastin e fjalë, drejtori i përgjithshëm ishte drejtor në një qark në një provincë, kurse unë kam qenë përgjegjësi për procesin zgjedhor të vitit 2025. Këto, nëse juve keni eksperiencën, nuk e vënë në dyshim, të kishte ardhur drejtori i përgjithshëm i policisë dhe ju t'ishit aty në krah. Duhet vinë krerët, nëse ai është i pa zoti që të përballet në një komision parlamentar, atëherë ta heqin ato të vireni juve. Dhe hajdeni juve në emër të Policisë së Shtetit. Ti marrin dhe drejtorët e tjerë, të vinë dhe të na përgjigjen gjitha pyetjeve që kemi neve. Të vinë të përgjigjen se kemi shqetësime. Debatet vijuan edhe për mënyrën e komunikimit mes deputetëve. Një përplasje verbale u shënua mes kryebashkëkryetarit të komisionit Damian Gjiknuri dhe deputetes demokrate Albana Vokshi, pasi kjo e fundit reagoi ndaj mënyrës së adresimit të saj gjatë diskutimeve. Si funksionon, çfarë nuk ka shkuar mirë. Dhe këtë gjë mund ta bëj edhe në drejtori. Megjithatë, duro mos unë po ti. Por ti jeta nuk është bardhë zgjedhashë. Unë kur t'jap një përgjigje, t'jap diapazon më të gjerë për gjetur vetëm. Po mirë, zonj. Ashtu, mua e dashur mos më thuaj. Jo, pra jo, mos më thuaj mua e dashur, e para. Jo, jam këtu antare komisionit e para. E dyta, ajo që kërkoj mos e respekt për komisionin e reformës zgjedhore. Kaq, respekt. Nuk e caktojnë ato. Standardoj dhe jetën tënde. Sa bëhet me ngjyra jetën. Unë të dhash, po të lutem tash se tash. Si ti mos u merr me jetën time personale private se nuk e ke, nuk lavon aty njëri që të merresh me mua. Po ta bëj me ngjyra. Nuk e bëj personale, mos e bëj. Të lutem sepse je mësuar që ta sfumosh rëndësinë e çështjes me to batuta kote. Diskutimeve të tensionuara, mazhoranca dhe opozita ran dakord për shtyrjen e mbledhjes. Seanca e ardhshme pritet të zhvillohet me pjesëmarrjen e drejtorit përgjithshëm të Policisë së Shtetit Skënderhita, si dhe me drejtuesit e Agjencisë së Inteligjencës Financiare, i cili gjithashtu mungoi në këtë takim.